Pakistanin, nga Egjipti dhe së fundi besoj që Egjipti më del më produktiv. Unë kam në zyrën time një foto, janë 6 indianë që mbajnë një shofer egoist, 12, që normalisht të mbajnë një punëtor shqiptar, që edhe aty nuk është se është eureka u zgjidh, ka dhe aty problematika. Kullat janë zhvillim apo problem? Ne rrotën e kemi gjetur të shpikur. Kullat janë demonstrim i forcës, i zhvillimit i potencialit dhe që janë marrë. Në momentin që do bëjmë problem, automatikisht ekonomia tregut e zovon, I stopon. Sa kohë ne do i shohin ndërtojnë, do thotë që janë pjesë e demonstrimit të forcës, vitalitetit, suksesit që ka e pani edhe. A kundërtohet shumë apo ndërtohet pak? Ka pa dyshim nevojë për ndërhyrjen e shtetit. Duhet vendosesh mekanizma të tilla që të stimulonin raportin kërkesë-ofertë dhe mos lejojnë pjesën e amatorizmit tani që lidhen tre veta. I ne godbirë themi nesër do fillojmë një pallat dhe fillojmë një pallat. Pastaj kur na del alkooli në pjesë, edhe fajin e ka pastaj shteti që la arena po që s'tjep penalti. Një këshill për të rinjt që duan të investojnë. Si mund t'ja fillojnë, nga mund t'ja fillojnë dhe a është ndërtimi një nga kushat? Unë gjykoj që të rinjt janë të rinj dhe duhet të bëjnë gjëra të reja. Duhet merren me Teknologjitë, teknologji, duhet merren shërbime, duhet merren me hospitali që ka plot. jo vetëm pjesën tradicionale. Jo, s'kem të bëjmë majmunë, kujtimin dikur, ju e mbani mend, bënde një furbuke dhe të tjerë gjithë me Bilardo, calceto. Mundoti është kreativ, është zëgje për të ndërtuar, zëgje për të bërë nga e para, për fat një Shqipëri. Ky është momenti më i mirë për të rinjt. Realisht jemi me fat sepse bota është në turbullirë, ne jemi më stabil, do shta po reflektojmë ne stabilitet tani në botë, tim me plot fjalës, është çdo gjë për të bërë, jemi vendosur në hartë, me sukses, gjithkush flet për Shqipërinë. Ky është momenti më i mirë ekonomik në historinë e Shqipërisë. E kanë menduar njëherë Shqipëria dhe shqiptarët që të jenë në këtë stad? Unë jo për veten time. Është vërtet. Kur ke hyrë në biznes, e ke menduar që do ishe në këtë stad jo vetëm kompania juaj, por kompanitë e tjera konkurrente? Dhe në përgjithësi, jo. Mjedisi Jo, ekonomik. Realisht po përjetojmë një moment dhe ndoshta këtu është dhe problematika dhe të janë momente, të janë dallë. Ti duhet bësh të mundur që kjo dallë të jetë sa më gjatë, sa më ashtu që ta ketë dhe efektin sa më afatgjatë. Thinja kemi tani edhe besoj na takon të japim edhe një këshill. Duhet disiplinë apo konsistencë për të qenë suksesshëm? Edhe unë do të isha gjithmonë parizani i konsistencës. Absolutisht në fund ditës. Unë kam një personalisht kanë qenë me këtë Mourinho, jo si që ai coachi, super coachi që trajton futbollistët. Mourinho, pse jo? Dhe që tregon historinë e Balotellit. Në darkë sipër këtë e bëra këtë pyetje, ti vrapon mbas talentit apo mbas punëtorit? Absolutisht punëtorit. Talenti të lën rrugë, talenti të ose punëtori di që do të ka konsistenca të konsistenca që patët janë një shtëpi apo një makinë, ç'a duhet të jetë? Absolutisht. Se ti trajton të dyja, ti edhe ndërton shtëpi edhe shet makina. Unë do të thosha dyqan. Sepse dyqani do me shtëpi dhe me makinë, ose dhe makinë nëse makina dhe ke për punë. Okej, logacioni apo besimi tek projekti? Besimi ke ndërtuesi. Me qira apo me kredi? Asnjëri se kupton, po qiraja është më produktive. Do të thënë njerëzit do bëjnë hesab. Sa ju kushton qiraja dhe sa ju kushton tablet. Raporti në Shqipëri është akoma shumë më pavush me qiras. Metra katror apo depozit në bank? Absolutisht metra katror. Më mirë 5 prona mediokre apo një shkëlqyer? Ti e di më mirë se unë që ne në real estate kemi edhe shprehjen location. Pra një pronë shkëlqyer do thonë është në locationin e dur, për i dhoj ajo i mbijeton fos. Paraja qëllim apo mjet?
Ja. Kush është qëllimi? Qëllimi është të Liria? Qëllimi edhe tuaja në aspektin e lirisë, po. Sepse liria pastaj të jep mundësitë. Pse flitet kaq pak në shkollë as pak një herë, por edhe në media flitet shumë pak për le të themi investimet individuale, pra pjesën e kulturës investimit personal, për kulturën e paras, për kulturën e investimit, për kulturën e kursimit, etj. Ose kur flitet o në mënyrë pejorative, o në mënyrë komuniste, ose me shumë droj, domethënë sikur mos bëhet një gabim. Më pëlqen observacioni juaj, është absolutisht klinik si observacion. Me sy klinik do të isha thoshe, është ajo që i mungon shkollës sot dhe është një nga gjërat që do bëhet sa më shpejt. A ka qenë kjo një mënyrë për të mbajtur njerëzit nga ato që i kanë krijuar sistemet në histori larg paras? Mojmë edhe të pjesën e filozofisë, nuk është terrenin As teoria konspirative, jo. Shiko, unë kam një odhezë dhe kam të thosha Shokun tim. Shumë të avancuar në këtë pjesë, ai më bëri të mundur të Pashishe me shqetësoja vaksinës, ai e parashikoi që ishte Gensi, patjetër, dhe njëkohësisht që ka realisht një të drejtë, një deep state. Okej. Nëse shqiptarët nuk e kanë akoma, nuk e di për të mirë apo keq, sepse s'bëhemi dot 5 veta bashkë. Më vëllai thot, atë fishta bëhet një test me pleshta se sa dy shqiptarë me imeni. Nëse do kishit 100 milion euro në një fond investimi, në të cilat nga 3 sektorët do t'i investoje sot në Shqipëri? Për absurd do thosha në ujë, energji, edhe ndërtim se s'mund të anashkaloj. Energji diellore, era, ka të rinovueshmet. Kur thash ujë, ne kemi pak më të ngushtë më të gjerë konceptin. Ujësi dhe ujë, të bëja dhe shumë. Toka është e fundme. Toka dhe problematike nëse pas nesër. Besoj fort që ata që janë të parë të botës, është i Bill Gatesin me të drejtë, o bëjmë mbledhje masive të truave. Të tokave. Më falë, të tokës bujqësoj. Se vetëm ajo nuk shumohet. Gjitha shumohen. Okej, gabimi më i madh që bëjnë biznesmenë shqiptar sot. Kjo një tjetër. Po hymë në një epokë të re ekonomike, apo jemi në Shqipëri, po flasim, apo jemi akoma në eksperiment? Unë gjikoj që nuk mund të trajtojmë Shqipërinë të shkputur nga bota. Dhe mendoj që bota hynë në një epokë të re ekonomike.